Rreth 5 milion lekë të reja do të përfitojnë zjarrfikësit e Durrësit pas angazhimit të tyre në operacionet për shurin e zjarreve gjatë verës së këtij viti. Këshilli Bashkiak ka miratuar me unanimitet të 30 këshilltarëve të pranishëm fondin nga buxheti i shtetit në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 483 për dhënien e shpërblimit personelit angazhuar në operacione për shurin e zjarreve gjatë vitit 2025. Në mbledhje, këshilltari demokrat Ardian Muka rekomandoi që në buxhetin e vitit të ardhshëm një zë i veçantë të jetë dedikuar për të mbuluar të gjitha kërkesat e shërbimit zjarrfikës në mënyrë që atyre të ofrohen kushte optimale për të ushtruar detyrën e tyre që shpesh shoqërohet me rreziqe të shumta. Zjarret gjatë vitit 2025, por dhe gjithë punën e tyre që ato kanë bërë edhe vitet shkuara, duke pas parasysh që qyteti jonë është qytet i shtrirë, ka zona kodrinore ku ka sipërfaqe të tëra, ku zhvillohet mundësitë për zjarre, do thoja që ne mos mjaftohemi thjesht në dhënien e këtyre kontributeve që për mendimin tim janë minimale për këto njerëz që në fund ditës kur bjen zjarri neve shpallim heronj, por atyre do t'i japim mundësinë dhe infrastrukturën e domosdoshme që ato të përballen ashtu siç duhet me këtë problem që mos e dhënë Zoti të përballemi. Por neve duhet marrim masat. Pra, do propozoja që në projekt buxhetin që do na sillni të shihet mundësia për çfarë këto njerëz kanë nevojë. Qoftë në nivel infrastrukture, qoftë në nivel organizimi, të na vijë si propozim, ta gjykojmë dhe pse jo, tash kur flitet për një të mirë të përbashkët dhe për marrjen e masave që mos ndodhin incidentet, neve do jemi përherë pozitiv në këtë zhvillim. Edhe 2 pika të tjera të rendit të ditës që lidheshin me miratimin e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike dhe miratimin e programit të punës në Këshillin Bashkiak të Durrësit për periudhën janar-dhjetor 2026 kaluan me vota unanime.